Nga dita e sotme, familjarët e të vdekurve nga tragjedia në diskotekën Puls në Koçan do ta bllokojnë rrugën e qytetit për 1 orë në shenjë revolte deri në fillimin e procedurës gjyqësore. Ka njoftuar familjarët të cilët humbën të dashurit e tyre në marshin e ditës së djeshme. Ata kanë bërë të ditur se bllokimet të trafiku do të mbahen çdo ditë nga ora 15:15 deri në orën 16:15 në rreth rrotullimin pranë Urës në rrugën Stevo Teodosievski. Familjarët thanë se këtë vendim e morën për shkak se avokatët e të dyshuarve kanë deklaruar se gjykimi do të zgjaste nga 10 deri në 15 vjet. Familjarët kërkojnë që kapaciteti i gjykatës të rritet me gjykatës dhe asistent shtesë gjyqësor, në mënyrë që procesi të mos vonohet për shkak të mungesës së burimeve. Ata theksuan gjithashtu se seancave dëgjimore duhet u jepet përparësi dhe një ritëm i vazhdueshëm, në mënyrë që procedura të zhvillohet pa probleme dhe pa vonesa të panevojshme. Ata dyshojnë për manipulim ose ngadalësim të fshehur të procesit gjyqësor dhe kërkojnë monitorim publik dhe transparent të gjitha aktiviteteve procedurale.